tëm, buzët e tua, mi shëndrit pranvera, më ec nga dale më përqel, si kur t'ishe zanë, emrin tënd e dëgjoj ner, më duke të shoh, diçka që thejet edhe prap kur ngjitet vreje thon, vera flet vërtet të njerëzit shprehen zakonisht kur tehen, nesër si te qeli derën krej problemet krehen, e ti po miksi under, unë po t'njeku me erën, me shpresën mos po prekon, po përpjekëm her pas here, po kote dhe kësaj here, kur su tha një fjallë për neve, sa ishëm t'lumtur bashk, kur su nal ke goja tjerve, e tash si lemi t'humbur, gjoja që s'kishe farlere, asa m'ka marr mali, po du me ta puthi balin, po du me kon me ty prej dyti deri me t'parin, haro arin, jetë rojale, tripa t'jull që zarit, ato jo së reale, si ti moj zane malin, bus qeshin tënd, e zërin tënd, mua mi s'jelera, shikimin tënd, buzët e tua, mi shëndrit pranvera, më ec nga dale në përqel, si kur t'ishe zanë, emrin tënd e dëgjoj ner, më duke të shoh ty. Faleminderit sot që jeni në studio. Të dashur teleshikuese, nisëm kështu momentin e kësaj jave, këtë hënë të mbar. Uroj që keni pasur një vikend fantastik me çiftin Alimani. Është Erdorisa dhe Rilinda Alimani, të cilët jetojnë në Tetov, ka kohë që po mirën me muzikë dhe muzika duket se i ka bashkuar jo vetëm në jetën personale, por edhe atë profesionale, duke nduar kështu rrugtimin e përbashkët. Unë kam kënaqësinë që ta mirëpres këtë çift sot, do të flasim për shumë projekte të tyre muzikore, për krahas saj edhe për idenë e të jetuarit në Tetov, sepse kam bërë rrugë për të qenë sot së bashku me gjithë neve në Prishtinë. Mirë se erdhët moment. Mirë se u gjetëm, faleminderit shumë për ftesën. Kënaqësi. Si ishte rruga fillimisht prej Tetovës në Prishtinë? Ishte gjithçka hapur pa komunikacion? Më e rënda është kolona, tek pjesa kur vim në për intervista, por sot ishte shumë e lirë. As kolon, veç mohabet, edhe kena bët probleme, cilën kongë, çfarë kongë, okej, edhe në fund e zgjodhëm. E keni shumë shpesh diskutimet kështu, sepse mbrëmje duket sikur ju bashkojnë ngjarjet e ndryshme etj. I keni shumë shpesh? Po, diskutimi më i tepër të çdo herë tek repertuari. Po në fund ja dalim, çdo herë momentet e fundit. Sekondën e fundit e zgjedhim. Është më mirë, po, është më mirë Elin me qenë spontan kështu? Po, shumë herë ndodh që shkojmë në repertuar, po dalim krejt prej saj, se varet edhe çfarë klient rrin. Edhe shumë herë, bile asnjëherë nuk kemi shkuar në repertuar që po nisim prej fillimit deri në fund pa ndrru diçka. Kështu që spontaniteti është gjithmonë më e mirë. Për ndryshe një këngë fantastike keni përzier sot. Nuk e din cilin moment a keni vendos duke ardhur rrugës për Tetov apo tash krejtësisht në fund? Tash në fund vendos. Unë e kënaq shumë shpesh këtë këngë, se është me pjesën e Repturës, edhe kam shumë qef, edhe një herë më tha, jo bre leje, ta se e ke bë bajat, tash po bajat që te ne në ton kohën. Po ka shumë të tjerë se kanë dëgjuar. Megjithatë se pritëm këtë pjesën e Repturës, pritej e Erdorisë. Shpresoj që ju ka pëlqyer, pra unë të thonë bëj shumë e qef se mu pëlqen ajo pjesë shumë, kështu që e zgjatëm shumë e qef. Pak, u bo nervoz pak, po. Kosh rilindi? Pak. Jo. Sa shpesh keni këto shtyrjet e Vockla, themi, pikërisht për repertuarin, për muzikën përgjithësi? Jo se nuk i kemi, se veç është një gënjeshtër e madhe çifteve të thonë ne s'kemi, po çdo herë i zgjedhim bukur. Më shumë i kena të këtë pjesa e muzikës në studio, kur jena bashkë. Okej, provoje, po jo se më pëlqen, po provoje se nuk kushton asgjë. Edhe në fund pasi e provojmë, okej, del mirë, s'del mirë, e hekim. E kena pak